kush janë pasojat kryesore. E para është një djersi e madhe. Në qoftë se kemi një djersi dhe dobësi në momentin e djersitjes, në qoftë se kemi rrafje të shpeshta të zemrës, në qoftë se kemi marramendje, në qoftë se kemi ndonjë lloj destabiliteti mendor, pra të shikimit apo dhe të vendimit, vështirësi të përqendrimit. Jemi konfuz, kur kemi sidomos duart dhe këmbët, edhe pse është vrap, kanë filluar të janë ftohta, po kalojmë në një shok nga nxehtësia dhe qarkullimi i dobët i gjakut. Po kalojmë shok, ta mbajmë mend. Do t'i prekim personit duart dhe këmbët nëse do i kemi të ftohta, edhe te pjesa e parakrave zakonisht janë të ftohta, edhe mund sillin me probleme të rënda. Nëse na vjen për të vjedh, nëse ne shikojmë, pra na bëhen si të kuqërem ta të kuqte roz elementet në sy që ne shikojmë, pra pas që ne shikojmë. Ku kemi një lodhje shumë të ngarkuar, sidomos njerëzit që kanë probleme me anemin, edhe një zverdhje, ku kemi djersën që ne e lëshojmë. Gjithë këto janë problematika të cilat neve duhet të jemi të kujdesshëm, sepse këto janë shqetësimet kryesore të cilat ne mund ta sjellim probleme të rënda dhe pastaj pra deri në humbje jete ndoshta.